Në vitin 1927, në trevat shqiptare të manastirit, ndodhi një ngjarje që edhe sot duket e pabesueshme. 4 vëllezër shqiptar nga fshati Ostec vendosën të mos e pranonin sundimin e mbretërisë serbo-kroato-slovene mbi tokën e tyre. Ata ishin Seferi, Ramadani, Lumani dhe Zekmani nga fisi Stafaj. Të revoltuar nga dhuna, arrestimet dhe presioni që ushtrohej mbi popullsinë shqiptare, ata morën armët dhe dolën në mal, duke u bërë pjesë e rezistencës së njohur në atë kohë si lëvizja e kaçakëve. Për muaj të tërë në rrethin e manastirit filluan të ndodhnin sulme të papritura ndaj forcave të mbretërisë. Ushtarë dhe oficer gjendeshin të vrarë në patrolla, në rrugë apo në periferi të qytetit. Askush nuk arrinte të kuptonte se kush qëndronte pas këtyre goditjeve. Por shumë shpejt, emrat e 4 vëllezërve të Ostecit filluan të përmendeshin gjithnjë e më shpesh. Frika kishte hyrë në administratën e pushtetit. Pas një tradhëtie, forcat e mbretërisë arritën të mësonin vendodhjen e tyre. Rreth 200 ushtarë rrethuan shtëpinë ku ndodheshin 4 vëllezërit në manastir, ndërsa qindra të tjerë mbajtën të izoluar fshatin Ostec që askush të mos u vinte në ndihmë. Ushtarët mendonin se arrestimi do të ishte i lehtë, por ajo që ndodhi më pas i tronditi të gjithë. Nga mbrëmja deri në agim, 4 vëllezërit luftuan pa u dorëzuar. Nga dritaret dhe pikat e shtëpisë ata qëllonin në drejtime të ndryshme, duke krijuar përshtypjen sikur brenda kishte një qetë të tërë luftëtarësh. Përplasja ishte e ashpër dhe përgjakshme. Sipas raportimeve të kohës, 10 ushtarë të mbretërisë mbetën të vrarë, ndërsa të mbijetuarit u tërhoqën të tronditur nga ajo që kishin përjetuar. Në fund të përplasjes, Ramadani shpëtoi pa prekur. Lumani mbeti i plagosur por arriti të mbijetoi, teksa Seferi dhe Zekmani humbën jetën gjatë luftimeve. Bashkë me disa shok ata arritën të çajnë rrethimin dhe të kalojnë drejt Shqipërisë. Ngjarja bëri bujë edhe në shtypin e kohës, sepse 4 shqiptar kishin arritur t'i shkaktonin një humbje të rëndë forcave të një mbretërie të tërë. Edhe pse më pas pushteti u hakmor duke dëbuar familjet e tyre dhe duke tentuar ta fshinte këtë histori, kujtesa e popullit nuk e harroi, sepse ndonjëherë historia nuk shkruhet nga ushtrit më të mëdha, por nga njerëzit që vendosin të mos dorëzohen kurrë.